kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë, në mjediset e Këshillit të Ministrave, u hap ekspozita e portreteve të 40 firmëtarëve të Deklaratës së Pavarësisë, të piktorit Arben Morina. Ekspozita organizua në kujdesin e kryeministrit Sali Berisha, i cili nderoi familjet e firmëtarëve dhe theksoi se ashtu si ata u bashkuan 100 vjet më parë për Shqipërinë e pavarur, ashtu duhet të bashkohemi të gjithë shqiptarët në Europë. Ismail Qemal Vlorës, themeluesit të pavarësisë së Shqipërisë dhe firmatarëve, 40 firmatarëve të aktit themelor, përfaqësues këta të gjitha trojeve etnike shqiptare, përfaqësues të diasporës shqiptare në të 4 anë të planetit, burra, që u mblodhen në Vlorë në udhëheqjen e prisit të pavarësisë në kohrat më të vështira për kombin shqiptar, vendosën firmën jetën e tyre mbi aktin më madhor të këtij shteti, i dhanë jetë shtetit të ri shqiptar. Këta firmatarë dhe rreth 40 e sa të tjerë delegatë, të cilët nuk kanë firmat në aktin e pavarësisë, por që formuan së bashku Senatin e parë të Shqipërisë, trupin legjislativ të qeverisë Ismail Qemalit, u mblodhen në Vlorë në një periudhë kur një aleancë e fuqishme e shteteve përreth nisi luftën e parë ballkanike me qëllimin e vetëm eksterminimin fillimisht politik dhe më pas dhe fizik të kombit shqiptar, kombit më të vjetër të rajonit. Në këtë kontekst, vepra e tyre nuk ishte vetëm akti i pavarësisë, por ishte edhe akt shpëtimtar i kombit shqiptar. Dyzet shejtorët e pavarësisë meritojnë plotësisht t'i quajmë të tillë, bën përpjekje të jashtëzakonshme për konsolidimin e shtetit shqiptar. Por periudha më pas do të ishte një kalvar i vërtet për shumicën e tyre. Themeluesit e pavarësisë, burrë e madh vizionar, njeriu me një kurajo mbi njerëzore, që në momentin më kritik kuptoi se pavarësia ishte akti vetëm që mund të shpëtonte kombin shqiptar nga katastrofe e madhe që po e priste. E surgjunosën për faktin e vetëm se nuk po pajtohej kurse si me kufit që donin t'i përcaktonin Shqipërisë. Të tjerë patën fat tragjik
nga regjimi i kaluar. Disa prej tyre u ekzekutuan, të tjerë morën rrugë të mërgimit. Firmat e tyre në një akt të shëmtuar të falsifikimit të historisë u fshin nga deklarata e pavarësisë, akti themeltar i ditëlindjes së Shqipërisë. Por historia mund vonoj një lloj si e drejta, nuk harron. Në këtë 100 vjetor, nderi i parë, nderi më i madh, u përket këtyre burrave, firmatar të pavarësisë, që u bashkuan me Ismail Qemalin, i cili po sillte apo solli në Vlorë dritën e këtij akti madhor historik. Sot, pas 100 vitesh, ëndra e tyre për një kom shqiptar të lirë është një realitet. Shqiptarët janë të lirë në të gjitha vendet ku ata jetojnë. Shqipëria është antare e NATO-s, po bën përpjekjet më serioze për të ecur drejt Bashkimit Evropian, për të shtruar në realitet ëndrrën europiane të ririnasve tanë. Por sërish shqiptarët jetojnë në disa shtete dhe natyrisht ata që vendosen firmen mbi aktin e pavarësisë për vërtetësi historike, çdo shqiptar do ta kenë të qartë se ata e vendosen atë firmë në emër të shqiptarëve të gjitha trojeve etnike. Ndaj dhe një detyrim madhor del para shqiptarëve sot, që në projektin e tyre europian të bëjnë gjithçka për të bashkuar njëri me tjetrin, të bëjnë gjithçka që siç janë bashkuar në momentet më kritike të ekzistencës tyre, kjo të jetë një proces i cili duhet të arrihet me vendosmëri të madhe në interesin më të mirë të kombit shqiptar, në interesin më të mirë të një Ballkani evropian, në interesin më të mirë të paqes, stabilitetit në rajon. Ne shqiptarët, kur kthejmë kokën mrapa shekullit që lëm, gjejmë se ai ka patur momente ndër më dramatike dhe më të vështirat për ne. Ka patur dekada kalvarit të vërtet dhe vojtjesh të mëdha. Ne do të bëjmë gjithçka për një shekull paqe, shekull lirie, shekull stabiliteti, shekull zhvillimi, ku do që jetojmë. Edhe njerë, ju falënderoj zoti Morina për frymëzimin. Unë kam pas fatin të njihem shumë vite më parë me krimet tuaja, por adhuroj dhe admiroj në radhë të parë frymëzimin tuaj nga këta burra të mëdhej, nga këta shejtorë. Ekspozita e 40 firmëtarëve qëndroi e hapur për publikun për 7 ditë me radhë në ambientet e kryeministrisë. Vizitorë të shumë nga të gjitha trojet shqiptare në rrugëtimin e tyre u ndalën edhe të shijonin nga afër këtë dhe dashuri formozuar në art. Emocionet të jashtëzakonshme, këto ditë gjitha e lodhje më kthye në çlodhje, më kthye në një dhuratë të bukur në këtë 100 vjetor. Ju falenderoj të gjithë, falenderoj të gjithë
këta njerëz, gjithë këta shqiptarët huaj që më kanë nderuar mua, kanë nderuar vendin, kanë nderuar këto perlat, kanë nderuar këta shenjtar të 40. Po një sallë mrekullueshme, një përgatitje, një organizim i shkëlqyer. Në ceremoninë e hapjes ne dëgjuam fjalën e kryeministrit që vlerësoi përveç punës tuaj vlerësoi frymëzimin. Ka një domethënie kjo të veçantë për ju vetë si edhe mua më preku shumë, ishte me të vërtet një fjalë e jashtëzakonshme e kryeministrit. Unë e vlerësova dhe unë dy gjëra të bukura i thash, e falenderova shumë dhe jam mirënjohës për jetë, atij dhe vendit tim. I falenderoj nga zemra. Ishte me të vërtet prekse gjithçka. Çdo ditë ne pam nuk kanë munguar vizitorët, janë të shumë në numër dhe papushim në çdo orar. Cilat janë opinionet, mendimet më të bukura që ke dëgjuar këtë ditë? Nga më të ndryshmet, po janë aq shumëta lumë opinionesh, mendimesh nga më perlat, nga më xhevairët dhe librat e përshtypjeve, është libri i tretë i përshtypjeve që po mbushet. Them grup mosha nga më të ndryshmet, intelekte, shikoj dhe më bën shumë përshtypje rini, një rini e ndërgjegjësuar, një rini e mbushur plot me inspirime, plot jetë, plot gjallëri vitale, shumë vitale, një rini e mrekullueshme dhe mendoj ky vend ka një të ardhme të ndritur. Përfium ke patur fatin dhe nderin e veçantë të ndiqte nga afër realizimin në kësaj sipërmarrje të artistit Morina. Ne, në javët e shkuara, ju kemi njohur me portretet e realizuara, por teksa e shikohen të gjitha bashkë në një sallë prestigjioze që ata e meritojnë, emocionet janë të shumëfishta.